organizuar nga Këshilli i Bashkisë Islame në Ferizaj, sot krerët të këtij këshilli dhe besimtar islam janë tubuar për të shënuar ditëlindjen e profetit Muhammed dhe 5-vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Në këtë manifestim për rëndësinë e këtyre datave kanë folur drejtues të Këshillit të Bashkisë Islame. Ne mundohemi që sa do pak të shprehim respektin ton dhe ta rikujtojmë personalitetin dhe vlerat me të cilat erdhi Muhamedi alayhi salam, me porosit dhe mesazhet për mbar njerëzimin. Gjithashtu rikujtojmë vlerat e kombit të shtetit ton dhe të gjithë atyre që ranë dhe kontribuan për pavarësinë e Kosovës. Muhamedi alayhi salam ishte një mësues fetar, një reformator shoqëror, një udhëheqës moral, një mik besnik, një shok i mrekullueshëm, një bashkëshort i devotshëm dhe një baba i dashur. Asnjë njeri tjetër në histori se kaloi ose subarazua me të në asnjë aspekt të jetës, pasi ai vetë ishte epiqendra e personalitetit që arriti këtë përkryrje të pabesueshme. Asnjë gjeni e mendjes njerëzore në planetin tonë nuk kishte dhe nuk do të ketë ndikim më të madh tek njerëzimi se sa profeti Muhammed alayhi salam. Prandaj, jo rastisht ky i dërguar alayhi salam konsiderohet si personaliteti më me influencë në mbar historinë njerëzore. Për besimtarin islam është nder, është privilegj, është kënaqësi, kudo që t'jesh aty ku kujtohet Muhamedi alayhi salam, sepse jo ne që e kujtojmë, po kemi obligim prej të madhit Zot Xheleshanuhu që këtë figurë të ndritur të njerëzimit, i cili bani ndryshime rëndësore, si në aspektin shpirtëror, edhe në aspektin human, moral, njerëzor dhe shoqëror, që t'jetë shembull për jetën tonë. Edhe në këtë manifestim janë dëgjuar lutje dhe predikime fetare me mesazhe për paqe, dinitet dhe drejtësi mes njerëzve. Shumë punove për Allah, të keqës kur s'ju ke bë krah, dhe gjithherë je munu, punt e hajrit mi drejtu, e muslimant me i bashku. Ma kana muhammadun walakin rasulallah khataman nabiyyin. Rabbi salli alayhi salawatullahi alayhi. Ti e drita e njerëzimit, ja Rasulallah, ti e vula pejgamberve, ja Habiballah. KBI e Ferizajt për çdo vjet organizon manifestime kësëdore me besimtarët.